Gjykata e Hagës transferoi një nga ishudhëheqësit e UÇK-s Haradin Bala në Francë për të vuajtur dënimin prej 13 vjetësh për mizori gjatë konfliktit të viteve 1990. Në vitin 2005 gjykata e shpalli zotin Bala fajtor për tortura dhe vrasjet të burgosurve serb në kampin e Lapushnikut në Kosovë. Por gjykata shliroi nga akuzat dy të tjerë, Fatmir Limajm dhe Isak Musliun. Shtatorën e kaluar dhoma e apelit e mbajti në fuqi vendimin e parë. Ndërkohë një grup familjarësh të zhdukurve në Kosovë kërkuan sot përshpejtimin e procesit të ndriçimit të fatit të dashurve të tyre dhe identifikimin e qindra trupave që ndodhen në zyrën e personave të zhdukur dhe mjekësisë ligjore në Prishtinë. Edhe 9 vjet pas luftës nuk dihet ende fati i rreth 2000 personave, pjesa më e madhe e të cilëve shqiptar të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Një grup familjarësh të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë protestuan sot para dyrëve të zyrës për persona të zhdukur dhe mjekësi ligjore në Prishtinë, duke kërkuar ndriçimin e fatit të afërmëve të tyre. Në sret e komunova nga shoqata thirrje të nënave tha se protesta e sotme synon të nxjisë autoritetet që të përshpejtojnë procesin e identifikimit të qindra trupave që ndodhen në zyrën për persona të zhdukur e mjekësi ligjore në Prishtinë, por dhe ndriçimit të fatit të gjithë personave të zhdukur. Ajo thot se procesi ngadalshëm i identifikimit po mban peng familjet e të pagjeturve. Mjafti ka majtë Serbia, por tash ka has një gosht edhe identifikimi i familje në këto dy organizata. Ju kemi drejtuar edhe kryqit koqë ndërkombëtar që me bisedime të kota ulëm me bisedu Prishtinë Beograd, por vetëm nëse ato bisedime sjellin me të vërtetë rezultate në të ulën e bisedojnë. Por Arsim Gërxheliu, drejtori i zyrës për persona të zhdukur dhe mjekësi ligjore, thotë se aktualisht në këtë zyrë janë 433 trupa të paidentifikuar që nuk përputhen me mostrat e gjakut të marrë nga familjet të zhdukurve. Nëse bazohemi nga përvoja 9-vjeçare, ne nuk e përjashtojmë mundësinë që të ketë gabime në periudhën e pas luftës, duke marrë parasysh edhe punën të themi në një farforme jo komplete të Tribunalit të Hagës, i cili ka punuar vetëm në aspektin e gjetjes së shkaktarit të vdekjes e jo të identifikimit, duke marrë parasysh dëshirën e familjarëve për të gjetur sa më shpejt të afërmin e tyre. Ne nuk i përjashtojmë mundësinë për vjedhjes së gabimeve dhe që për atyre mëse 2000 diçka familje të cilët i kanë varros të afërmit e tyre pa kurfar autopsie, pa kurfar analiza të ADN-s, që ndoshta të mos kenë ndonjë trup të gabuar në varret e tyre. Çështja e personave të zhdukur është një nga trashëgimitë më të dhimbshme të luftës në Kosovë. Edhe më tej nuk dihet asgjë për fatin e mbi 2000 personave, pjesa më e madhe e cilëve janë shqiptarë të Kosovës. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka rinisur bisedimet e filluara në vitin 2004 ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për zgjidhjen e kësaj çështjeje, por deri tash nuk është arritur ndonjë rezultat. Zgjidhja e kësaj çështje vlerësohet me rëndësi edhe për qëndrueshmërinë në vend, por dhe procesin e ripajtimit ndërmjet komuniteteve. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.